Përshëndetje Përshëndetje dashur, nga telefonon? nga Prishtina. Prishtina. Jam Pritshmërit një e dëgjuese. burrave ndaj grave sot, a kërkojnë Jam shumë? një dëgjuese e rregullt, ju përshëndes shumë, po Faleminderit saqërisht ty shumë. Eli, Faleminderit shumë e dashur. jeni moderatore shkëlqyme Faleminderit shumë. për temën. Po, Nuk pajtona me atë parafolsen, që tha se unë jam një anëvise, po. edhe kam 5 fëmijë, edhe asnjëherë s'kam punu, vetëm se i kom rrit fëmijët. Burri ka thonë që s'kam nevojë, më ndihmu, shqyqër Zotit ja kena dalë, i kena rrit me tëna të mirat, Po. edhe sa i përket temës që tha, shtyhen gratë, kanë kohë, mu shty me njona me tjetën, ajo s'është e vërtet heq, me knasi më të madhe, e pres burrin marrë prej pune, mja pregadit dreken, edhe qështu, fëmijën i kom rrit, me tëna të mirat. Po në përgjithësi mendon që sot gratë po kërkojnë shumë nga burrat? Po, shumë. Çka Shumë, mendon që e gratë. teprojnë kështu? E që s'pëlqen fare ndoshta? Gjithçka këtu të rejat, në prezencë, për shembull në prezencë kërkojnë burrit, hajde kështu, gjithçka. Gjithçka, asnjë këtu që pi bojnë këtu të rejat, asnjë nuk më pëlqejnë, heq. E kuptoj. E dashur, faleminderit shumë. Ju përshëndes.